në 2 vjet, ne kemi ndërtuar sa kemi mundur, po s'kemi bërë as i dëm. Ndërkohë që në të gjithë vitet më pashme, ata kanë ndërtuar noc rrokun dhe kanë bërë vetëm dëme. Sot ishim tek shkolla, se shumë nga ju këtu janë nëna edhe çoni fëmijët në shkollë. Nuk kam ndje në herë, në prej kohësh nuk e kisha ndje atë djegje këtu në Gjoks, kur kam hyrë me Benetin para ca kohësh tek shkolla Andre Mjeda, një nga shkollat më të mira me rezultate me të gjitha të fëmijëve, dhe një godin që nuk e gjen më në qytetet qendra qarku të Shqipërisë. Duhet shkosh shumë larg, duhet shkosh shumë periferi që të gjesh një godin si ajo e shkollës Andre Mjeda, ku tani ne po bëjmë rindërtimin dhe do ta bëjmë një shkollë model. Sot ishim tek shkolla Ismail Qemali. Shkollë që ka një rëndësi jo thjesht për Shkodrën, po për gjithë Shqipërinë, për historinë e gjuhës shqipe, për historinë e arsimit shqiptar, sepse është hapur disa muaj mbas pavarësisë, në 1913. Në mes qytetit. E ndërtuar, pastaj e prishur, se ka qenë shkollë e vjetër, e ndërtuar nga komunistët në 1971. Nga 1971 veç futi boj sipër asnjë investim. Zero. Nga 1971. Dhe aty, sot, ne vajtëm për projektin dhe do tjetë një nga shkollat, jo të Shkodrës, një nga shkollat më të bukura të Ballkanit. Sepse e meriton çdo fëmijë kësaj Republike të shkojë në shkollë ku drejqi e mori nuk ndjen erën e lagështisë mureve sa hyn. Por ama ajo shkollë, eksaktësisht ajo shkollë dhe ky qytet e meritojnë që të kenë një simbol, jo vetëm kur kthehesh dhe lexon historinë, po dhe kur shef, edhe kur çon fëmijën në shkollë. Që kur fëmijët të shkojnë tek ajo shkollë ta ndjejnë edhe historinë e asaj shkolle. Tani, sot, për herë të parë, mas shumë vitesh që vinë Shkodër, hyra te hyrja e Shkodrës, edhe nuk u ndjeva sikur po hyja në Kandahar. Ishte çliru komplet pjesa e majt që shef liçenin, dhe aty ne do bëjmë një nga parqet më të bukur të Shqipërisë.